Përshëndetje me së dashur. E pash në presing se çfarë pas ka thonë Arben Gashi Lidikës për Albin Kurtin. Për besu për Fasovo, që dita. Sepse asnjëherë nuk ka folë mirë për to. E faleminderoj për tina pas ka folë kogja mirë për to. Po mas mirë e ndëgjojnë të bashku. Prej urrejtjes për njëri tjetrit, po e mohojnë që gjendja verish më mirë sa që u konë, pikë. Është më mirë. Prandaj duhet me pranu këto. Zoti Kurti ka vendosur me zbatu pjesën e marrëveshjeve që nuk është zbatu për të nga dokumentacioni tjetër. Edhe din që është gjendja. Po e din që kemi mbrin këtë pikë. E është e pa drejt me mohu. Edhe s'ka është më përpara, po edhe s'ka është më absolutisht. Që me pranu që ky është proces. Edhe ka pas përmirësim vazhdueshëm. Edhe sot është më mirë se sa që u konë dje, e nesër ka më konë më mirë se sa sot. Prandaj duhet me pranu këto. Po se pranum realitetin, po nuk pranum se kjo që kemi bo është më mira e rrethonave tonë. Duhet me... Më falni, miq. E kjo është realiteti, pra. Pa marrë parasysh se është i LDK-s, pas ka folë mirë për kryeministrin. Sepse ka punu njëre, Allah. Nuk është gjëna me ja hangër hakun. Ato që e ka bo. Miq, ju përshëndes.